Por të dashur dëgjues të Radio Maris, vëllezër e motra të çdo moshe. Në këtë festë të madhe të Krishtlindjes, ne nuk përkujtojmë vetëm një ngjarje që ka përfunduar 2000 vite më parë. Ajo ndodh tani, brenda nesh, sa herë që ne lejojmë që Jezusi të lindë në zemrat tona. Në vrapin e përditshmërisë dhe peshen e përgjegjësive, Krishtlindja na përkujton të ndalemi, se fuqia më e madhe nuk qëndron te puna apo te paraja, por qëndron te dashuria e heshtur që sakrifikon. Le të jetë shtëpia juaj një vend ku mbretëron butësia e Shën Marisë dhe mbrojtja e Shën Josefit. Mos mendoni se vetmia apo dhimbja ju bëjnë të padobishëm për jetën. Përkundrazi, ju jeni më afër se kushdo tjetër të misterit të mishrimit të Jezu Krishtit. Lutja juaj është frymëmarrja e Radio Son. Krishti lindi në një shpellë të ftohtë për të na thënë se asnjë errësirë nuk këmbë dot dritën e tij. Zoti u bë njeri që njeriu të bëhet fëmijë i hyjt. Sot, le të bashkohemi të gjithë si një familje madhe rreth altarit të dashurisë. Le të jetë Radio Maria zëri që ju shoqëron, që ju ngushëllon dhe ju kujton se jeni pafundësisht të dashur nga ai i cili lindi në Betlehem. Të gjithë dëgjuesve të Radio Maris, nga unë motori Reneja, gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri 2026, paqja e Krishtit fëmijë ju shoqëroft ju dhe familjet tuaja në çdo ditë të jetës suaj. Gëzuar.